Zjarret zgjerojnë hartën e shtrirjes në Shqipëri, ku pas shëngjinit Velipoja është pika e dytë turistike në veri të vendit që përfshihet nga flakët. Ata janë konstatuar pas ditën e së premtes në vendin e quajtur Maja e Zezë, në zonën e rrjollit në Velipoj. Erët e forta favorizuan përhapjen dhe në pak kohë u dogjën disa hektar pyje. Aktualisht zjarri nuk është i për masave të mëdha, por ai rrezikon të përhapet si pasojë e erave. Për shkak të mungesës së rrugës, ndërhyrja nga toka është e pamundur dhe nëse situata përkeqësohet mund të kërkohet ndihma e helikopterit. Ndërkaq zjarri që ka nisur prej 3 ditësh në malin e Shëngjinit vijon të jetë aktiv, duke shkërmbuar deri më tani qindra hektar pyje me pisha. Edhe pse gjatë gjithë ditës së premte është ndërhyrë me helikopter nga ajri, ende nuk është bërë mundur shuarja e flakëve. Si në qendër të Shëngjinit, ashtu edhe në zonën e Ranës së Hedhun, zjarri vijon ende. Forcat zjarfikse të policisë dhe ato të ushtrisë janë duke luftuar me flakët. Ata janë vendosur pranë bizneseve dhe shtëpive të banimit për të mbrojtur këta të fundit, nëse flakët e zjarrit do të përparojnë në drejtim të tyre. Paralelisht vijon puna me mjete rrethanore për shuarjen e zjarrit, por era e fortë që ka nisur të fryjë që prej orëve të pasdites ka favorizuar përhapjen e flakëve.